Ku jemi këtu me parashikimin e datës 30. Data 30, jo garantojmë 1.000.000% Jorgo, sepse dita e fundit e muajit ka një diçka. Data 30 gjithmonë është një ditë plus në gjërat të mëdha që ndodhin, fenomenet që ndodhin, por ka diçka mes të realizueshmes dhe mes asaj që e kërkoj të realizoj, por nuk e ka mundësi. Kjo do të thotë se dita e martë, koincidon me datën 30, është një ditë që ka diçka në brendësi, ka mundësi për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra të mëdha, çështje favorite, mundësi të arta dhe koha që ndikon në këtë aspekt. Meqense momenti që juve keni kohën e dur, keni momentin e dur për zgjidhjen e disa konflikteve të vjetra, është një mundësi mjaft e mirë tani në kohën e duhur, përsa përket punës dhe përsa përket gjërat ekonomiko-financiare dhe çështje që do të keni mundësinë dhe do t'i zgjidhni gjithçka në detaje pa pasur një problem vogël ose diçka shqetësuese. Por në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe koha, do thoni juve, po mirë, ç'lidhje ka me peshk data 30? Ka, sepse planetet janë ata që japin udhëzimet dhe çështjet përkatëse. Peshqit, sepse është Neptuni, dhe Neptuni në një kënd që bën me Diellin, e bën me Mërkuri, që bën me Jupiterin, pra janë disa kënde që lidhet shumë me këtë ditë, dhe kjo është një ditë mjaft e mirë për të stabilizuar dhe ndryshuar shumë gjëra, dhe jeni gati për muaj për të nisur gjëra të reja. Por para